Ka pasur një raportim të Lapsi Pikal lidhur me një mbledhje kryesie të zotit Rama në Partinë Socialiste, ku sipas Lapsit gjua dhe po themi toni i zërit i zotit Rama ka qenë mjaft i ashpër ndaj tyre, madje derisa le të themi mund të konsiderohet dhe një gjuhë jo e denjë për një kryetar partie apo edhe ndoshta për një kryeministër. Përplasje më të madhe ka pasur dhe me Elisa Spiropalin. Në fakt lidhet me votimin që ishte në kuvend ndaj heqjes apo jo të imunitetit të Belinda Ballukut, dhe ajo që u vure ishte edhe mungesa e Spiropalit, mungesa e Blendi Gonxhes. Çfarë po ndodh realisht brenda Partisë Socialiste? Shiko, unë kam qëtër të paranoja macbethiane. Rama tani është në paranoj. Rama e shikon që po shkon drejt fundit, po bie, nuk ka ku mbahet më, dhe ka filluar të kërcënoj edhe të shantazhoj apo të përdor një gjuhë jashtëzakonisht jo etike, po të rëndë, sepse kishte përmendur sakatim, ju sakatoj. Pra tregon sadizëm, tregon njëri të dhunshëm dhe pa kontrolluar psikologjikisht. Pra ky psikikisht nuk është më në rregull, nuk ka qenë kur në rregull, dhe nuk justifikohet kjo, edhe sikur ai të marrë një kartel tjetër psikiatrike, nuk justifikohet çfarë i ka bërë Shqipërisë, çfarë i ka bërë Partia Socialiste. Por ky person, thash, ka ardhur duke vrarë babain e vet politik, pra siç Macbethi vrau mbretin për të bërë mbret, nga general të bëj mbret, ky vrau babain politik, pastaj ka vrarë, ka masakruar, ka dhunuar shqiptarët dhe bashkëpunëtorët e vet, dhe kur thoshte sakatoj, nën kupton dhe Erion Veliaj aty, që donte t'i hante kokën, dhe tani po shikon në çdo drejtim, po shikon edhe te njerëzit më të afërt, ky shikon armiq. Armiq të jashtëm, po shumë të brendshëm. Pra nuk është më armik sot Partia Demokratike Sali Berisha Demokrat. Janë gjermanët, janë britanikët që gjoja flas me gjuhën e PD-s, por janë dhe brenda socialistët. Dhe siç kërkonte para 2-3 javësh në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare, Partia Socialiste thoshte kërkohet unitet, kërkohet që ju të jeni të gjithë në rresht. Pra ky person e di që prej shtatorit ka lëvizje serioze për të patur një kryengritje në pallat. Dhe unë ja u thash, Elisa Spiropali para lejmërimin e ka marrë 3-4 javë përpara se shkarkoi. Kur ky përmendi Ministria e Jashtme është beter, domethënë është dështimi yni, ky goditi Elisa Spiropalin 3 javë përpara. Dhe pse e bëri? Sepse Elisa pretendonte të zinte vendin e Tiranës. Dhe pavarësisht se Elisa ka qenë person i denj për të bërë meme, signifikanca më e plot e servilizmit, e lëpirjes, e zvarritjes që e përcaktonte apo e identifikonte Edi Rama si Skënderbeu, kjo të paktën sot po tregon një fije dinjiteti. Dhe Fatmir Xhafaj, Blendi Gonxha, unë di që ka qenë në vizitë zyrtare në Francë. Por Fatmir Xhafaj, që është krau Veliaj, dhe Elisa Spiropali me vullnet të plot nuk kanë shkuar as në mbledhjen e grupit parlamentar 2 javë përpara se të votojë, 2 orë përpara se të votojë, dhe as nuk kanë qenë prezent gjatë procesit votimit. Kështu që ky person, thash, është në momentet e fundit, është me paranoj, ku shikon armiq kudo dhe i thot që nëse unë bie, siç ka paralajmëruar më përpara. Pra kur Elisa filloi të pretendonte që mund të zinte vendin e Edi Ramës, dhe të kishte një qeveri socialiste deri në 2029, pra jo qeveri teknike, por Elisa në vend të Ramës, ky tha në atë kohë nuk ka pa mua qeveri socialiste. O bien bashkë, o shpëtojmë bashkë. Dhe në këtë paranoj vazhdon edhe në takimin e fundit që ka pas me kryesin, kanë qenë 2 mbledhje kryesie brenda javës, shumë të shpeshta, ku ky vazhdon të kërcënoj dhe të shantazhoj, ju thot nuk keni asgjë pa mua. Unë ju kam mbajtur 4 mandate. 4 mandate ky ka mbajtur me vjedhje. Të parin po e ka marr, e ka fituar. Edhe Partia Demokratike bëri zgjedhje lira të ndershme. Nuk mund të bënte Sali Berisha atë që ka bërë Edi Rama mbas 2013. Pra 2014 me zgjedhje Korçës, 2015 me Dibrën, dhe vazhdimi Rama nuk ka bërë zgjedhje. Ndërsa Sali Berisha i la shqiptarët votojnë të lirë. Dhe vetëm 2013 ka fituar Edi Rama.
as i palësi e tjera nuk kanë qenë normale. Kështu që 4 mandate që ky tregon socialiste nuk janë nga vullneti shqiptarëve. Janë nga arroganca, nga dhuna, nga terrori i Edi Ramës, nga shitblerja e votës. Megjithatë, mandati 4 si qartë që nuk mbyllet, dhe gjasat janë që Rama do biri shumë shpejt, sepse kjo paranoj tregon që ky është në javët e fundit. Unë e kam bërë parashikimin tim që ky nuk e mbyll pranverën, po duket që ndoshta do jetë më shpejt se pranvera. Rama e di, bile se edhe ata analistë që janë pranë Ramës, e pranojnë që ky proces nuk ndalet. Por, sakatimi që i përmend Rama aty, pra gjua që i shkon Edi Ramës, sepse ato fjalë që kanë dalë lart e poshtë prej vitesh, që nga bashkia, vulgariteti, arroganca, shturja morale e Edi Ramës dhe e gjithë personazhet e tjerë, sepse unë shikoj që edhe zonja që kanë qenë le të themi normale, po edhe dukeshin me një shije fisnikërie, me një fije fisnikërie, janë tjetërsuar. Ky ka denaturuar çdo gjithë. Pra kjo dhunë verbale nuk është e ditëve të fundit, kjo kështu ka qenë gjithkohës. Por personi i cili ka nxjerrë lajmin e brendshëm, pavarësisht se është kërcënuar sërish nga Edi Rama. Pra ju më nxjerrni fjalët nga kryesia jashtë. Edhe te grupi i ngushtë ju nuk besonte. Ju thoshte më spiononi mua. Sërish fjalët kanë dalë dhe thotë që në këtë situatë gati të shmenduri e Ramës se kanë parë asnjëherë përveç se kur humbi Bashkinë e Tiranës me 10 vota. Pra, e gjitha kjo, dhe ajo që s'keni Parti Socialiste pas meje, është sepse realisht nuk ka Parti Socialiste as sot. Ka vetëm një band hajdutësh, kusarësh, të cilët quhen në rilindje ose grupi strukturuar kriminal nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Sot ministrat e tyre nuk i njeh askush. Sot janë njerëz merren nga rruga, njerëz që firmosin në mënyrë devotshme për të shërbyer Belinda Ballukut dhe Edi Ramës, dhe këta janë bërë ministra, të pavotuar, të pa njohur publikisht. As socialistët nuk i njohin. Dhe kjo banda ka përdorur Partinë Socialiste, por që sot nuk ka më socialist. Pandeli Majkun e nxorën jashtë, Erion Braçja bën sikur bën opozitari, po shkon e voton një hajdute si Belinda Balluku, pra nuk ka pesh e nuk ka guxim të flasi, se shkojnë e bëjnë sikur udhimsen banorët e Divjakës, të Lushnjës, fermerët e tjerë, dhe vjen e voton një hajdute për ta mbrojtur nga burgu. Tani Belinda pranon që nuk e ka gjyq politik. Për çfarë e mbron? Për se e mbron me imunitet një person i cila nuk pretendon se po përndiqet politikisht. Ai thotë është proces juridik, atëherë lërë të vazhdoj. Për çfarë duhen të imunitetin? Por këta të gjithë e japin votën kundër prokurorisë speciale dhe kundër gjykatave të këtij vendi, vetëm sepse kanë frikë nga Edi Rama. Dhe dosja Belinda është dosja Rama. Por që paniku i Edi Ramës u pa edhe në foltore. Pra, gjatë kohës që do të votoj për Belinda Ballukun, Rama duke i plakur, duke i dëshpëruar. Është epike ajo foto që unë e kam marrë nga Top Channel. Sepse duket që edhe mediat që kanë shërbyer Edi Ramës deri dje, sot po reagojnë. Sepse shohin që të gjithë që mbreti është lakuriq. Mbreti sot ka paranoja. Unë nga ajo foto nisa dhe kam thënë, kjo është dëshpërim dhe treguesi i tmerrit dhe i frikës. Më pas doli kjo ekskluzive nga lapsi, nga burimi i brendshëm i Partisë Socialiste që thotë është në gjendje të çmendurie. Po shikon armiq nga gjitha anët. Dhe kjo tregon që fundi është edhe më i afërt nga çka kishim menduar më përpara. Ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi ka pasur një takim, le të themi, mjaft misterioz me kryeministrin Edi Rama në kryeministri në orët e vona të natës, ku u bë e njohur kjo vizitë përmes një video të publikuar në mediat shqiptare. Pjesë ju bëri përshtypje kjo vizitë ambasadores së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi me zotin Edi Rama? Shiko, e çuditshme është se normalisht mund të ketë kanale tjera komunikimi dhe nuk ishte pse të vinte ambasadorja këtu. Bëhet fjalë, sipas burimeve që kanë dalë, për 2 projekte në Greqi amerikane, por që lidhen me Shqipërinë, kalojnë në Shqipëri. Dhe për të arsye ambasadorja ka ardhur këtu, por pa diskutim që ka një dirigjim PR-i
Rama u kujdes që të kishte një kameraman aty që filmonte momentin që ajo po hynte. Mbas dite aty nuk është se pritet të ketë gazetar, le të përqaret. Por Rama kujdeset gjithmonë që situatë kaq të vështirë politike ku është, të vazhdoj me propagandën, thjesht për të fituar kohë dhe për të gënjur fanatikët e vet, mbështetësit e Partisë Socialiste, po ata që janë akoma të pabindur që ky njeri ka marrë fund, për të thënë që shiko se unë e kam mirë me Amerikanë. Pra, shkon të njëjtën rrjedh logjike, kjo lojë e Ramës me ardhin e zonjës Trump, vajzës presidentit në Vlorë dhe më pas në kryeministri. Pra Rama ende nuk e ka pranuar sëmundjen e rëndë ku gjendet politike dhe vazhdon akoma të gënjej veten, duke i thënë shqiptarëve që shiko se unë e gjej rrugën e komunikimit amerikan. Ka dhe një gjë tjetër. Të spin-offet e Edi Ramës ose mercenarët e Edi Ramës për media thanë më përpara që nuk do ketë ambasadë shqiptare, ambasadë amerikane në Shqipëri. Deri në muajin maj, pastaj qershori nuk do ketë më ambasadë. Ndërkohë dje thanë që do ketë ambasadë. Pra në këtë lojë ishte programuar edhe kjo vizita para një muaji ambasadores amerikane në Greqi për të ardhur në Shqipëri, duke vazhduar me propagandën që nuk do ketë më ambasadë për Shqipërinë, do fokusohet ose do kujdeset ambasada amerikane në Greqi. Pra siç ne kemi një konsullat kanadeze dhe ambasada është në Rom, do të ishte njëjta gjë. Pra në këtë linjë shkon PR-i i Ramës. Edhe për represion kundër spakut. Pra Rama është i frikur sepse dosja Balluku është dosja Rama dhe përdor kanale komunikimi, mënyra si të bëj këtë presionin për të thënë që shiko se koha juaj është e limituar, edhe ju më pas nuk e keni më mbështetjen amerikane. Ndërkohë që amerikanët vinë tek unë, takohen me mua. Unë kam lidhje me amerikanë. Siç kisha me administratën Biden, unë po e rregulloj shumë edhe me administratën Trump. Dhe thash ka dhe një keq përdorje të ambasadores amerikane në Greqi, që ky e fton në kryeministri dhe kujdeset që ta nxjerrë në media takimin e saj, sepse ishte i pa njoftuar publikisht. Pra nuk ishte një vizitë zyrtare, ishte një vizitë private në kryeministri. Thash, e pa nevojshme për mua, me mendimin tim, por u bë vetëm për propagandën për PR-in e Ramës. Ata duan të marrin diçka nga Rama dhe ky është i gatshëm të japi gjithçka, thjesht e vetëm t'i përdori për konsum të brendshëm politik. Në këtë pikë, në këtë prizëm e shoh ardhjen e saj në kryeministri. Asnjë gjë pozitive për Edi Ramën, asnjë gjë pozitive për Partinë Socialiste, e cila është drejt rënimit total, por që thjesht i shërben Ramës për të gënjur veten, jo se do fitoj kohë. Pra, ky proces i ka nisur me Belinda Ballukun, do të shkojë patjetër te Edi Rama, nuk ndalet. Sado presion të bëj Rama, sado shantazhe të bëj Rama, sado kërcënime të bëj Rama ndaj prokurorëve, ndaj gjykatësve, apo ndaj kryesisë së vet, nuk e shpëton fundin e Edi Ramës. Unë kështu e shoh për veten, nuk ka asgjë pozitive kjo për Edi Ramën. Për shqiptarët ndoshta do duket nëse projekti është me investim të madh, domethënë do duket në vazhdim, por për momentin nuk kemi mjaftuar informacion.